Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra. I lumtur është ai i cili mirët me veprat e tija dhe nuk angazhohet me veprat e të tjerëve. Ata të cilët janë të lumtur dhe dëshirojnë lumturinë, mundohen që veprat e tyre t'i përmirësojnë, mundohen që zemrat e tyre t'i pastrojnë, për arsye se ai i cili mirët me veprat e tij do t'i shohë gabimet e të tjerëve më të ulta dhe nuk do t'i zmadhon në syrin e tij. Ndërsa ai i cili haron vetveten dhe mirët me të tjerët, vetvetja e tij do t'i duket më i mirë, ndërsa të tjerët do t'i duken më të ligë. Jo rastësisht, edhe Hazreti Omeri radiallahu anhu tha: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogariteni vetveten para se të vjerë një ditë që të llogariteni. Andaj, duke filluar nga kjo fjalë e Hazreti Omerit radiallahu anhu, i lumtur është ai i cili mundohet që vazhdimisht të mirët me mangësitë e tija, mundohet ta pastrojë gjuhën e tij, t'i pastrojë veprat e tij, nëse ka në gjuhën e tij fjalë të fllihura, sidomos në këtë muaj të Ramazanit, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha: "Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bi, fa laysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën fjalët e fllihura dhe punët e këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai njeri ta lën namazin e tij dhe ta lën ushqimin e tij, hajen dhe pijen e tij. Andaj, besimtari duhet të jesë vazhdimisht ai i cili dëshiron lumturinë, mirë po jo në llogarinë e të tjerëve, për arsye se i lumtur është ai i cili është i kënaqur me vetveten dhe mundohet ta përmirësojë vetveten, dhe në këtë muaj është muaj në të cilën përmirësimi i vetvetes është shumë më i lehtë dhe mënyra është më e bukur dhe më e mirë, duke lutur Allahun që Allahu na bëjë prej atyre të cilët përmirësohemi dhe jemi të lumtur me të arriturat tona, duke mos xhelozuar dhe pas mirë tek të tjerët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.